Përshëndetje të gjithëve. Tepër e shëndetshme do jetë receta e ditës së sotme. Jemi ende në sezonin kur preshi shijon, ndaj unë do sjell një recetë me presh. Është e përgatitur jo vetëm me presh, por edhe me perime të tjera dhe bullkur. Fillojmë nga puna. Në fillim grim një qep mesatare. Mundohemi ta grim sa më holl. Dhe vendosim në tenxhere. I shtojmë 5-6 lugë të gjellës me vaj ulliri. Edhe me gjalp shijon shumë kjo recetë. Dhe e lëm të kaurtiset. Ndërkohë që qepa kaurtiset, ne presim në kubik të vegjël një karotë. Presim edhe pjesën tjetër. Qepa tashmë është bërë transparente, shtojmë karotën. Shtojmë 2 speca, një është jeshil dhe një i kuq. I kam ngrirë edhe specat në kubik. Ndërsa këtu kam 3 presh. I presim rrethore, por jo shumë të trashë të hollë, me qëllim që të zjejnë shpejt. Edhe preshi tashmë është gati. I bashkojmë të gjitha së bashku. Vazhdojmë t'i përziejmë. I vëm 5 minuta kapakun. Dhe më pas fillojmë të shtojmë disa domate pomodorini. Nëse nuk keni domate të tilla, mund ta reduktoni ose t'i shtoni një domate normale. Do ta lëm për 10 minuta. Perimet lëshojnë lëngje, edhe domatet gjithashtu dhe preshi zbutet shumë. Është momenti për të shtuar salcën. Shtojmë 2 lugë të gjellës me salcë domateje. Dy filxhan të çajit me bullkur. Filxhanët janë 200 ml. I shtojmë kripën, më pak se një lugë çaji me krip përdorun për këtë recetë. Shtojmë piper të zi. Shtojmë këtë miksin e erëzave. Dhe në fund fare do ta mbulojmë me ujë. Nëse e doni që të dalin e trash, si pilaf, atëherë mund t'i shtoni 5 filxhan me ujë. Nëse e doni pak më të ujshme, mund t'i shtoni 6 deri në 7 filxhan të çajit me ujë. I vendosim kapakun dhe e lëm të ziejë avash avash për 30 minuta. Dhe ja si duket gjendja mbas 30 minutave. Në këtë moment fikim zjarrin. E lëm të qetësohet për disa minuta dhe më pas e shërbejmë. Kjo është një recetë që edhe nipi im reo që është vetëm 2 vjeç e shijon shumë. Nuk ndihet fare aroma e preshit, edhe për ata që nuk e konsumojnë preshin. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme. Ju falenderoj që më ndiqni.